Ju kujtoni se I tham të gjitha, por jo. Dëgjoni njerë siglën modeste të emisionit Tim Modest në YouTube dhe më pas rikthehemi me kush do jetë një emër që e njihni shumë mirë se ishte në Ferma VIP dhe mendohet se do të hyjë në Big Brother VIP Kosova 4. Kjo ishte sigla modeste për t'ju sjell tani dy emra që duket se po diskutohen për qenë pjesë e Big Brother VIP Kosova. Hova disa emra, para disa ditësh filluan të shtohen, e të përfliten, e të zgjatet kjo histori dhe duket se orët e fundit dy emrat më të përfolur janë Lim Hoti dhe Alba Pollozhani. Ju thënë gjë? Po, ju thonë pa tjetër dhe ju kujtojnë një ferm të mbushur me dele, me dhi, me fermer dhe me shumë zhurmë. Pikërisht për këtë do të flasim sot dhe do I kthehemi pak personazhit Alba Pollozhanit, e cila vjen nga Struga. Ishte pjesëtare në reality show Ferma VIP. Ishte një situatë, nuk e di pse ndodhi, por në sa e shikoja kur qëllonte prajmin e Ferma VIP, më dilte I gjithë grupi fermerëve kundër Albës, sigurisht përveç Lim Hotit, me cilën kjo vajzë pati një histori brenda fermës VIP. Një histori që zgjati disa kohë edhe pasi ata të dy dolën nga ferma. U përfolën të dy personazhet në orët e fundit se mund të ishin pjesëmarrës si konkurrent në shtëpinë e përgjuar të Kosovës më të famshme, Big Brother VIP Kosova, organizuar nga Klan Kosova, një spektakël shumë I ndjekur në të gjitha trojet, edhe këtu në Shqipëri. Por, me sa duket, midis dy emrave, Lim Hotit dhe Alba Pollozhanit, është pikërisht Alba Pollozhani, ku gjithmonë më shumë ndjekësit e saj, po edhe fansat e këtij reality show janë duke vënë bas se po, ajo mund të jetë pjesë e Big Brother VIP Kosovës. Ka nervë publiku për të parë Albën, e cila ka lindur si personazh nga një mini reality show, nga një emision përputhet që është një farë reality show në vetvete, sepse çdo gjë del në ekran edhe emocionet më të vogla. Por Alba Pollozhani, siç thash, vjen nga Struga. Famën e mori nga spektakli Përputhen. Ajo gjatë spektaklit Përputhen ka lënë pas një martesë ku vuri kuror që në moshën 19 vjeçare. Tani deklaratat për sa I përket kësaj pjese të jetës së Alba Pollozhanit vijnë vetëm nga Alba, sepse nga